Procedura e votimit, një votim elektronik, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 47 vota pro, 0 abstenim, 82 kundër. Projekt vendimi nuk miratohet, vjoj me rendin e ditës, pika 4. 82 deputet majorancës votuan kundër kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut, ish zëvendës kryeministres e cila po hetohet për shkelje të barazisë në tendera. Ndërkohë që 47 deputetët e opozitës votuan pro heqjes së imunitetit të socialistes Belinda Balluku. Seanca u zhvilluar në një klim të tensionuar me mbështetësit e opozitës që protestonin jashtë dyerve të kuvendit. Mes radhëve të socialistëve munguan në mbledhjen e parlamentit Elisa Spiropali, Fatmir Xhafaj e Blendi Gonxha. Vetë deputetja socialiste Belinda Balluku, e cila sipas rregullores ka të drejtë të mbrohet para deputetëve, preferoi të mos vijë në seancë. Në emër të opozitës, Oert Bylyk Bashi prezantoi raportin e pakicës, duke i kërkuar kuvendit votoj pro kërkesës së SPAK-ut. Bylyk Bashi argumentoi se Komisioni i Venecias e ka thënë qartë se imuniteti mbron kuvendin e jo deputetët e veçantë duhet hiqet në çdo rast nëse akuza nuk është politike. Nëse kuvendi shqyrton nevojën apo jo të kryerjes së një veprimi konkret hetimor nga ana e organeve të drejtësisë, atëherë demokracia përballet me një rrezik flagrant. Rënohet parimi i ndarjes së pushteteve i sankcionuar nga Neni 7 i Kushtetutës. Ulsi Maja lexoi raportin e shumicës, duke theksuar se kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë duhet rrëzuar. Sipas Majës, Belinda Balluku sot është thjesht deputete e nuk përbën asnjë rrezik që drejtësia të vazhdojë punën e saj. Ky qëndrim i yni sot t'jeni të bindur që nuk ndikon në vijimin e hetimit penal. Sepse deputetja Belinda Balluku është në hetim nga prokuroria e posaçme që nga gushti i vitit 2024, me mas sigurimi që është fuqi që prodhon pasojë juridike, siç është ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Në fund të procesit votimit, e gjithë opozita u ngrit në këmbë në shenjë proteste ndaj rrëzimit kërkesës së SPAK-ut. Në këtë situatë, socialistët i dhanë fund diskutimeve e kaluan në votimin e pikave të parashikuara në rendin e ditës. Prej miratimit të reformës në drejtësi dhe ngritjes së SPAK-ut, prokuroria e posaçme ka ardhur 3 herë në parlament për të kërkuar heqjen e imunitetit për një deputet. SPAK-u ka kërkuar autorizim më herët për arrestimin e ish zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj dhe kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në të 2 herët, Partia Socialiste ka votuar pro. E kjo është hera e parë që socialistët rrëzojnë SPAK-un në parlament.